Në qendër vijojnë mësimin gjithsej 57 nxënës, duke përfshirë të gjitha nivelet e arsimit para-universitar, duke filluar prej intervenimit të hershëm, nivelit 1, klasat 1-5, nivelit 2, klasat 6-9 dhe nivelit 3 që është arsimi dhe aftësimi profesional në 2 drejtime apo profile profesionale, profili zyrtarisë dhe profili rrobaqepsisë. Përveç mbështetjes profesionale që zhvillohet qendër, në qendër është funksional edhe ekipi mobil profesional, i cili jo vetëm që ofron shërbime në qendër, por ofron edhe shërbime profesionale për mësuesit, për nxënësit dhe për prindrit, që ndjekin mësim në shkollat e rregullta në 9 komunat të Republikës Kosovës, duke filluar nga Peja, Istogu, Klina, Vushtria, Skenderaj, Leposaviqi, Zupin Potoku dhe Mitrovica. Procesi mësimor zhvillohet sipas kornizës kurrikulare të Kosovës dhe kurrikulave bërthame të 3 niveleve dhe realizohet përmes planit individual të arsimit dhe programit mësimdhënia në fusha të aktiviteteve. Në qendrën burimore përfshihen zakonisht nxënës cilët nuk mund të përfshihen në shkolla gjithëpërfshirëse për shkak të specifikave të tyre të theksuara, por para se të regjistruar në qendrën burimore, ata duhet që të vlerësohen nga ekipi vlerësues komunal, ekipi pedagogjik që është atje. Ai e vlerëson nëse ai nxënës është për shembull për qendrën burimore, dhe në momentin që bëhet ky vlerësim, atëherë ne e pranojmë, edhe fillimisht është një periudhë 3 mujore observuese ose vëzhguese që e bëjmë për secilin nxënës që regjistrohet së pari, pastaj përcaktohen aftësitë ose objektivat që do të punohet me atë nxënës me tutje, edhe vlerësohet nëse është për lëndë individualizuara apo nëse është për mësimin sipas fushave dhe aktiviteteve. Vlerësoj dhe konstatoj se është kënaqësi dhe satisfaksion me punu me këtë kategori të fëmijëve, sepse qoftë një rezultat minimal, nëse jep në ta fëmijë është shpresant dhe konsiderohet i madh, qoftë për vetë punën tonë, qoftë për rezultatin që ja prezantojmë prindërve. Të shkolla e mesme, klaset e 10, 11, 12 është puna më dinamike, se janë, domethënë, nivel pak më i avancuar në potencialin e tyre të arritur fal punës së bërë në qendër, dhe ata vazhdimisht domethënë janë të angazhuar edhe në aspektin profesional, qoftë me mjetet e zyrtarisë ose të rrobaqepsisë, të më shumë ashtu se janë më të avancuar në mjetet, por edhe me punë kreative, punë dore.